Sot nuk është e hënë. Sot nuk është e hënë. Jemi rikthyer për të shfletuar në mënyrë virtuale fjalorin e gjuhës së sotme shqipe. Kemi hequr shumë, po shumë me të gjitha përdorimet e foljes dal. Do heqim akoma të sot. Nuk kemi dal akoma në breg. Nuk kemi dal akoma. Nuk dilet kollaj. Hajde. Këtu kam përdorime të ndryshme të dalit. Të dalçin. Të vendosura njëra mas tjetrës. Doli nga ama. Brapa malit për t'i dhënë. M'fal, doli nga ana. Pra. Del në anë. Mos e përmend amën vend e pa vend. Doli nga balta. Shiko, janë përdorime të cilat ne fjalorin na sugjeron të shohim te fjala për kace. Po na jep që të kemi këtu dhe unë thjesht po i lexoj. Pra kur thot doli nga balta, thot shite balta. Unë nuk po të lodh, duke thënë ku do të shohësh. Jo, se te balta kemi qenë. Kur ishim te B-ja. Po pra. Edhe tek ana kemi qenë. Ashtu të. I doli boja. Po. I doli, e vërtet. Kur e thotë fjalori? Për një punë thuhet doli boll. Do shohim te bolla. Punë mbaruar. Jo, nuk e kam shumë të qartë. Do shohim bollën për të kuptuar, do të rikthehemi te bolla për të kuptuar nëse është punë mbaruar apo jo. Po. Dhe këtu me sa po shoh unë ka një punë të stërmundimshme për shkuar mbrapsht, kështu që unë po i bie shkurt. Më ngjan kështu pak si provokim kjo faqe e fjalorit. Është një provokim i pa fytyrë. Megjithatë ne do ta kapërcejmë dhe do dalim tek fjala dale. Ose daleni, pra që është qëndro pak. Po. Përdoret është një pastirm që nuk kupton qëndro apo qëndroni pak. Bëhet ose në formë lutje ose në formë urdhri për të kërkuar diku që të ndalet, të qëndrojë, të pres pak ose edhe për ta këshilluar që të ketë durim. Ua, kolosa, bukur do ishte sikur në vend të atyre shenjave të rrugës stop, të shkruajmë dale. Po. Dale pak. Dale. Po. Dale një herë. Me një në klapa të përpara që të kuptohet që kemi seriozisht. Pra, dale se harrova, dale li më ku po shkoni, dale mos u ngut, dale pa e sheh më vonë. Dalea është një qiban i thatë. Ka një dale në sqetull. Më na e evito këto tani. E di që s'do dim si t'i themi kur të na dalim, po. Dalat në shumës. Si më thënë, fal, të dalat. Pjesë e ngritur dhe që dallohet mirë në sipërfaqen e diçkaje, vendi ngritur. Diçka që ka dalë anash, a jashtë një vije, një muri e tjerë. E dala e shkëmbit, e dala e murit, e dala e ballit. E për dala. Dhe kur themi të dalë në ball, mbase për këtë të dalë kemi. E për dalat e kur shkëm te p-ja Blerin. Të presim ca. Kur shkëm ke p-ja do thotë sipas kuptimeve të daljes. Kështu që mësoje mirë tani që mos më bësh numra kur shkëm ke p-ja. Të premtoj që po më kthyen do kthehem tek d-ja. Është e dalë, është gjithashtu një kep në det në liqen e tjerë. Pra të futura dhe të dalat e Bregdetit. Kishte një të dalë të vogël. E dalë është e lojtur. Nuk e di, do shohim më vonë. E dalë, vendi nga ku dilet. Po. Dalje, si më thënë. Po. Të dalat e kështjellës. E vërtet. S'ka rrethim pa një të dalë. Edhe në financë përdoret dalje, libri i të hyrave dhe i të dalave. Të hyra të dalat jashtë, me turinat e padobishme të ushqimit që nxjerr jashtë njeriu a kafsha. Në plera. Po. Daljet. Ka të bëjë me dalje në të dalë të qytetit. Kuptim tjetër, koha kur një periudhë e caktuar. E tjerë. Jo. Mendoj. A e mbyll? Jo, kam edhe pak. Koha kur një kuptim tjetër, koha kur një periudhë e caktuar është në mbarim me sipër, fundi një viti, pra në të dalë të dimrit. Në të dalë të marsit. Ose është gati në të dalë. Po. Për fëmijën, kur thot doktori mendoj unë. Për sa që dalin, po. Është gati në të dalë. Kemi edhe një dalë tjetër. Që ka dalë për sipër ose anash më shumë nga ç'duhet, që formon një të dalë në sipërfaqen diçkaje që është i kërcyer. Me vesh të dalë, me kurriz të dalë, me moza të dalë, me buzë të dalë. Nuk ka më nga këta, Kolo, nuk e dia
qarkullon në për Shqipëri, në për Tiranë sidomos, po me vesh të dalë, me hum të dalë, me moza, me buzë të dalë nuk ka. Në një kuptim të mirë. Po me kurriz të dalë ka akoma. Se këta të kurrizit s'din ku ta bëjnë, ku ta vënë, ku ta ngjeshin silikonin. Dal, ngadal, po vjen dal. Dal ngadal pastaj që dim gjithë pa u shpejtuar. Që është e këngë. Pak e nga pak. Dalës që del jashtë në sipërfaqen diçka që është më i ngritur nga sipërfaqja që del përsipër ose përbrit diçkaje. Pjesë dalse. Skaj dalës. Ka dhe një kuptim tjetër specifik që del nga një burim nga një vend i caktuar. Rrezë dalse, tuv dalse, fuqi dalse. Ose që shërben për të nxjerrë diçka ose për të kaluar diçka nëpër të. Gyp dalës, vrim dalse. Dhe e kemi lënë brinja tek Dalip Bepçe. Dalip Bepçen do ta bëjmë javën e kaluar. Është një fjalë apo është një person? Tani do të më lësh kështu në suspense. Po, një javë në padurim. Ç'është Dalip Bepçja?